dal, arritëm kështu dhe në përfundim të kësaj epizode të radhës të Në Zum. Faleminderit shumë për vëmendje dhe me ne mund të takoni përsëri të premten tjetër. Deri atëherë, si gjithmonë, çka ka trej showbiz. Nga unë Albina Zeneli. Geti ka publikuar një projekt të ri që mban titullin Shkuno. Tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ai, me një videoklip mjaft interesant. Bad erdhi nga era i Strefi, kënga u punua nga Plumbitz me miksim dhe masterizim. Kurse për tekstin dhe melodinë u përkujdes vetë këngëtarja i Strefi. Ana vizueli u vizualizuan nga sekuencë. Don ka lansuar Leo dhe veçanta e këtij projekti është se në të marrë pjesë Lela, duke bërë kështu që ish çifti të jenë përsëri bashkë. Producent është vetë Leo, kurse biti është punuar nga Marco Tollo. Janë që të dy emra të njohur të skenës muzikore, bëhet fjalë për Adelina Ismaili dhe DJ Gimbo, të cilët kanë njoftuar se së shpejti vinë me një bashkëpunim. Për më shumë, ndiqni trailerin e kësaj prurje të re. Donna Dati ka njoftuar që me 21 gusht të plason projektin e radhës. Këtë ka bërë të ditur vetë ajo përmes këtij postimi në Instagram. Për ndryshe, Trouble ishte prurja e saj e fundit.